Siguria në objektet e institucioneve në Tetov është në gjendje alarmante. Në rast të ndonjë zjarri eventual, pasojat mund të jenë fatale. Shumë shkolla në territorin e komunës së Tetovës nuk i plotësojnë kushtet minimale të sigurisë. Aparatet për shuarjen e zjarrit janë jashtë përdorimit, mungon plani i evakuimit, ndërsa hidrantët nuk punojnë. Gjatë kësaj jave, Inspektoriati i Komunës së Tetovës ka kryer kontrolle të jashtëzakonshme. Inspektimi është kryer në të gjitha shkollat, fillore, të mesme dhe private në Tetov, në qerdhet e komunës së Tetovës, si dhe institucionet publike shtetërore, ndërsa kontrollet u realizuan bashkarisht me inspektorët e arsimit, drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, si dhe përfaqësues të brigadës së zjarfikësve. Nga të gjitha mbikëqyrjet e realizuara, inspektorët komunal për arsim kanë konstatuar se nga të gjitha objektet e kontrolluara, plotësisht për shkolla të sigurta i plotësojnë kushtet këto objekte. Vetëm shkolla Nikola Shtejn Tetov, shkolla fillore komunale Besa fshati Reqice Vogël, kopshti Rinia Tetov, shkolla ndërkombëtare Marif Tetov, shkolla Gjoce Stojqevski dhe Universiteti i Europës Juglindore Tetov. Kanë dokumentacione të duhura dhe janë të pajisura me pajisje që janë funksionale për menaxhim me gjendje krize dhe fatkeqësie, me aparate kundër zjarrit dhe hidrant. Deri tani kanë arritur të bëjnë kontrolla në 3 institucione shtetërore, ku përfshihet Gjykata Themelore Tetov, Agjencioni për Punësim dhe Qendra për Punë Sociale, ku nga këto plan për evakuim ka Gjykata Themelore Tetov dhe Qendra për Punë Sociale, hidrant ka Gjykata Themelore Tetov, po ashtu edhe Qendra për Punë Sociale. Nga komuna e Tetovës njoftuan se janë bërë inspektime edhe në 20 hotele, ku vetëm Hotel Merkur i plotëson kushtet e sigurisë. Janë bërë inspektime edhe në 20 hotele të ndryshme, të cilat pra mund të themi se është mbikëqyrja inspektuese e radhës në objektet me veprimtari turistike dhe gastronomike, të cilat gjenden në territorin e komunës së Tetovës. Këtu nga kontrollet e realizuara në objekte të cilat bëjnë veprimtari turistike dhe gastronomike, mund të konstatohet se vetëm Hotel Merkuri në Tetov i plotëson dhe atë maksimalisht të gjitha dokumentet e nevojshme për realizimin e veprimtarisë për të cilën është regjistruar, ndërsa objektet tjera pjesërisht ose as pak nuk i plotësojnë as nevojat minimale për të realizuar veprimtarinë turistike dhe gastronomike. Sipas komunës së Tetovës, ky raport është rezultati i punës intenzive, inspektimeve të detajuara për të garantuar një mjedis më të sigurt. Kontrollet e jashtëzakonshme nëpër institucione arsimore dhe objekte të tjera kolektive erdhën pas tragjedisë së Koçanit.